Dhe nga burri nuk kam probleme sepse edhe ai beson, por prindrit e mi nuk duan sepse para disa viteve na ka vdekur një vallai i cili ishte musliman dhe për këtë arsye nuk duan t'i kthehen ato kujtime të hidhura për ata sepse nuk e kuptojnë realitetin që ishte thjesht caktimi i Allahut. Kur e morën vesh për që dua të mbulohem, u bën shumë keq me shëndet, u rinte mendja gjithmonë tek unë pra për mbulesën. Ata thonë, falu, bëj çfarë të duash, vetëm shamin mos e vëj sepse nuk e qesim në shtëpi të bëjmë ndonjë skandale, shumë gjëra të tjera, por frika ime qëndron këtu, kam frikë vetëm mos ndodh ndonjë gjë për shkakun tim dhe më ngelet peng për tërë jetën. Nga ana tjetër, dua të vëj me do e mos sepse kam frikë mos humb gradualisht namazin, gjë që unë dua të forcohem më shumë në fe. Këtë grua më spare e urojmë për këtë punë të hajrit dhe për këtë punë të mbarme që ka filluar me faljen e namazeve dhe dëshiron të jetë më përkushtuar ndaj Allahut të Madhërisëm, kurse për problemin e vënies së shamis neve disa herë kemi përmend, po jo vetëm ne, hoxhallarët në përgjithësi, se çështja e shamis nuk është një çështje sekondare në fen ton, kuptimin se bën ta mbash edhe bën të mos ta mbash. Për arsye se mbajtja e shamis është një prej detyrave, obligimeve të muslimanes prej momentit që hyn ajo në moshën e pjekurisë. Por në rastin konkret ky ballafaqim me prindrit e saj, kjo grua, them se qasja duhet me qenë shumë e matur dhe nuk duhet shpërfill edhe qëndrimin e prindërve, për arsye se siç përmendet në pyetjen konkrete, pas kam pasur një rast me djalin e tyre që ka qenë musliman i mirë, por fatkeqësisht pa e njohur si duhet edhe këta prindër islamin, ai pas ka shkuar nga kjo jetë, lusim Allahun e Madhërisëm ta ketë mëshiruar, dhe u ngrihet një lloj nostalgjie apo një lloj mërzie nëse shohin edhe vajza e tyre ka fillu të praktikoj islamin, kjo do thot ju ngri një lloj mërzie edhe për djalin e tyre. Themi se kjo edhe pse në aspektin real dhe psiqik mund të jetë e qëndrueshme, do thot mund të ndodh kjo, megjithatë duhet të tejkalohet dhe me kalimin e kohës duhet të shpjegoj kjo vajza apo kjo gruaja prindërve të saj se nuk bëhet lidhja e çështjeve në atë formë dhe në të njëjtën kohë të mundoj së paku me takimet dhe me ndeja cilat i ka të vazhdueshme me këta prindër vajza, të mundohet t'u sqaroj se këto lidhje apo lidhje e gjërave në këtë formë nuk bëhen ashtu, dhe të mundohet t'u sqaroj se pse ajo ka vendosur vënien shamis dhe se kjo nuk është një punë e thjeshtë dhe të mundohet t'i përgatis me kalimin e kohës për këtë vendosshmëri dhe them edhe nëse ndodh ndonjë hidhrim apo ndonjë mërzi, unë mendoj që me respektin që ajo do ta shpreh ndaj prindërve të saj, kujdesin, pastaj interesimin e këto të gjitha, mendoj që do të jetë diçka e tejkalueshme. Allahu e di. Po hoxh këtu duhet bërë një sqarim pra kjo gruaja tek prindrit e saj, sepse para prindërve ajo do të qëndroj pa shami dhe ashtu shamin e vendos për njerëz të tjerë. Që ndoshta është një lehtësim për prindrit apo jo? Vlerësimi juaj është me vend se ka mundësi disa prindër apo disa njerëz në përgjithësi mendojnë se gruaja kur të mbulohet, atëherë ajo duhet me qenë me mbulesë në çdo moment, në çdo rast dhe me çdo njerin. Por e qarta është se gruaja mbulesën e mban vetëm ndaj atyre burrave që janë të huaj edhe kur del në rrugë, kurse kur është në familjen e saj me burrin e saj, me vëllezërit e tij, me prindrit e kështu me radh, me axhallarët e saj, atëra asaj i lejohet ta heq shamin dhe në këtë nuk ka gjë të keqe. Pra në shtëpi ajo nuk mban shami. Mbajtja e shamis është ndaj burrave të huaj dhe ajo kur del jashtë. Gjithsesi edhe këtë duhet sqaruar dhe prap them me një sqarim të vazhdueshëm mendoj se është diçka që mund të tejkalohet. Allahu dhe mësmiri. Ibrahimi pyet, hoxhë nderuar, desha të di si ka mbetur lutja e tehiyat që ne e këndojmë për çdo namaz. Po, e tehiyat